Mbi 3.000 punonjës në institucione kulturore kanë mbetur pa paga në festën më të madhe krishtere Pashkët. Përveç se në rrjetet sociale ata do të shprehin revoltën e tyre edhe para Ministrisë Përkatëse. Ata të martën kanë caktuar këshill proteste për të kërkuar të drejtat e punëtorëve. Својот револт ќе го искаже во вторник во 12 часот пред Министерството за култура. Проблемот за платите настана кога требаше да биде усогласена мартовската плата согласно минималната плата според колективниот договор за култура и како и до сега изминативе години остануваат спорни 10% од општиот колективен договор за јавен сектор кои што се спорат само во секторот култура. Sindikata dyshon për lojra me pagat pasi që Ministria ka propozuar që të merret paga pa u harmonizuar me atë minimalen dhe më pas të dakordohen. Ministria e Kulturës njoftoi se punonjësit do të marrin paga me rritjen e nevojshme pas festave. Të punësuarit në institucione kulturore do të marrin pagat me rritjen e nevojshme në 2 ditët e para të punës së javës së ardhshme në përputhje me ligjin dhe marrëveshjen kolektive. Arsyet e vonesës janë për shkak të harmonizimit të llogaritjeve të pagave me Ministrinë e Financave. Sindikata paralajmëron edhe betejë ligjore për mosrespektim të ligjit dhe marrëveshjes kolektive, po ashtu ata paralajmërojnë edhe kallëzime penale nëse javën e ardhshme nuk do marrin harmonizimin prej 8.5% me pagën minimale. Ќе бидат поднесени тужби за ненавремена исплата на плати, како и секогаш за задоцната исплата на плата согласно колективниот договор од 10 во месецот наназад 3 години со парично побарување. И доколку се исплати платата без усогласувањето со минималната плата, ќе се поднесат и кривични пријави за изготвувачите на таква незаконска плата. Mbi 120.000 punonjës të sektorit publik me pagën e marsit duhet të merren harmonizim prej 8.5% me pagën minimale dhe rritje prej rreth 12% në përputhje me marrëveshjen e përgjithshme kolektive. Qeveria u bëri thirrje sindikatave për konsultime këtë muaj dhe pothuajse askush nuk e mori rritjen prej 12% me marrëveshjen e përgjithshme kolektive.